Gjykata kushtetuese shqyrton sot dosjen lidhur me një vendim të GKK-s pas kërkesës së SPAK sa i takon pezullimit nga funksionet qeveritare të Belinda Ballukut. Zëvendës kryeministres i është komunikuar akuza nga SPAK, ndërsa Prokuroria Speciale kërkoi në GKK masën pezullim nga detyra qeveritare për Ballukun. Vendimi i miratuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit shkaktoi një përplasje kompetencash mes ekzekutivit dhe sistemit të drejtësisë. Kryeministri Edi Rama e konsideroi vendimin e GKK-s bazuar në kërkesën e SPAK si një ndërhyrje të fortë dhe antikushtetuese të gjyqësorit në ekzekutiv. Në kushte të tilla, Rama ju drejtuai gjykatës kushtetuese, e cila fillimisht vendosi të pezullojë zbatimin e vendimit të GKK-s, pra pezullimin nga detyrat të Ballukut, dhe më pas të kaloi çështjen për një shqyrtim në themel. Sot në orën 10, kushtetuesi amblidhet për të shqyrtuar dhe marrë një vendim. Sipas një njoftimi zyrtar nga gjykata kushtetuese, objekti i shqyrtimit është zgjedhja e mosmarrveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu, objekt shqyrtimi është fuqizimi i vendimit numër 118, datë 19 nëntor 2025 i gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar për pjesën që ka disponuar vendosjen e masës ndaluese të pezullimit ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, si një akt që cënon garancinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes së pushteteve dhe kompetencat e organeve që kushtetuta ka caktuar si autoritete që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë. Po kështu, gjykata kushtetuese do të shqyrtojë edhe shfuqizimin e vendimit numër 120, datë 22 nëntor 2025 të GKK-s së shkallës së parë për pjesën që ka disponuar për vazhdimin e zbatimit të masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, si një akt që cënon garancinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes së pushteteve dhe kompetencat e organeve që kushtetuta ka caktuar si autoritete që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë. Seanca pritet të jetë publike, ndërsa si palë të interesuara janë Presidenti i Republikës, SPAK, GKK dhe Kuvendi i Shqipërisë. Gjithashtu, çështja Balluku pritet të shqyrtohet edhe nga Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve më 28 janar, bazuar në një kërkesë të SPAK që kërkon arrestimin e zëvendës kryeministres, por cilat janë opsionet që kushtetuesja mund të vendosë? Opsioni i parë është që gjykata kushtetuese të rrëzojë SPAK dhe GKK. Pra, kushtetuesja vendos që antarët e Këshillit të Ministrave nuk mund të pezullohen nga funksionet qeveritare me kërkesë të SPAK dhe vendim të GKK-s. Ky vendim do të zgjedhë atë që konsiderohet si mosmarrveshje kushtetuese mes qeverisë dhe SPAK në favor të kryeministrit, referuar qëndrimit që ai ka mbajtur lidhur me çështjen. Opsioni i dytë është që kushtetuesja të lërë në fuqi vendimin e GKK, pra pezullimin nga funksionet qeveritare të Belinda Ballukut. Ky vendim do të ishte një precedent që mund t'i hapte rrugë SPAK që për çdo antar të kabinetit qeveritar që mund të hetohet dhe t'i komunikohet akuza të pezullohet nga detyra, nëse Prokuroria Speciale do të vlerësojë se një akt i tillë i shërben hetimit. Opsioni i tretë që mund krijojë një ngërç dhe palët të shkojnë në Venecia për të kërkuar një interpretim është që kushtetuesja të mos dalë me një vendim. Kjo do të thotë që antarët e kushtetueses të mos arrijnë një shumicë pro ose kundër kërkesës së paraqitur nga kryeministri Edi Rama. Nëse ndodh kjo, atëherë ai që konsiderohet si ngërç kushtetues vjen të mbetet pezull dhe me shumë mundësi, mazhoranca e kryeministrit Edi Rama mund t'i drejtohet për interpretim Komisionit të Venecias. Brenda 3 muajve të fundit, gjykata kushtetuese shqyrton dy çështje që lidhen me personazhe politike. Çështja e parë ishte ajo me kërkues Erion Veliajn, kryebashkiakun e Tiranës, që konsideroi si antikushtetues procesin e shkarkimit të tij nga funksioni i kryetarit të bashkisë. Procesi i shkarkimit të Veliajt u inicia dhe finalizua nga kryeministri Edi Rama. Kushtetuesja pas një seance publike shpalli procedurën e shkarkimit si të palishme, duke rikthyer në detyrë Erion Veliajn.